Lule, urime dhe dhurata kanë marrë sot mësuesit me rastin e 7 marsit. Ne me kamerën tonë ishim në shkollën e Infrashëri, ku më të emocionuarit ishin nxënësit e klasës së parë. Në klasën e mësuese Diana Hoxha, nxënësit I gjetëm në momentin që po jepnin lulet dhe dhuratat mësueses së tyre. Të emocionuar, nxënësit uronin mësuesen e tyre gëzuar 7 marsin. Të gëzuar 7 marsin. Unë quhem Martin, do të uroj mësuesën time të parë gëzuar 7 marsin. Unë quhem Miguel Muzaqi, I uroj mësuesës Dianës dhe gëzuar 7 marsin. Unë quhem Gabriela, do të uroj mësuesën ditën e parë gëzuar 7 marsin. E ndërsa merrte urimet, mësuese Diana nuk I shite emocionet. Është kënaqësi veçantë, është emocioni veçantë. Çdo vit përjetojmë të tillë. Ky vit edhe më I bukur akoma. Nxënësit e klasës parë të falin vërtet emocione të veçanta. Ne marrim urimet vazhdimisht nga nxënësit që kemi përcjell dhe nga këta që kemi rishtas. Dhe kjo është vërtet gjë e bukur. Teksa lëm pas nxënësit e klasës së parë, takojmë drejtoreshën e shkollës, Irena Tafani, e cila në emër të drejtorisë së shkollës uroi të gjithë mësuesit. Në këtë ditë të shënuar për punën tonë si mësues, urimi im do ishte ky. Duke uruar të gjithë kolegëve të mi kudo që ndodhen dhe në veçanti stafit të mësuesve të mi gëzuar festën e 7 marsit. Suksese në këtë punë sa të vështirë, por aq edhe të lavdishme në edukimin e brezit të ri.